A je gati? O me qerosa? Je me qerosa? Rava dytë. Iqi ka pelen, iqi. Ja, nuk e esot. Iqi, na Nuk pa e esot dhe e kam rrujt, sa atë të bukur. keqen. Nëse asku që intereson që ose në rrëm kokën apo Exact, për exact. Kështu që thjesht vazhdojmë të muhabeti kryesor. E lam këtu. E lam këtë ta bobat që erdhen. E kam bo bismillah erdhen Naçut. Nëse sa do të diskutojmë kështu me qetësi, me dashuri. Ku ka qetësi këtu të ne. Jo, këtu s'ka qetësi. Ja, u zhvesh Bobi, u zhvesh hardhuca. E ho gjithë fanellë leshi tash. Tash vllai un kom pa shumë komente. Tash në për këto TikTokerat tona. Që njerëzit kanë qef me çik shumë. Shkojnë te këto sagat kryesore vllai. Shumë them sot ta çojmë si me notë deri te friza. Deri te fundi friza. Po pra, fundi frizës, që marroj, që bëhet në odhin gjohë. Nëse herë, fokusohemi këtu te ardhja çunave. Napa me vegetablsin. Me vegetablsin. Vegetablsin. Sa na thon pastaj stoni emrat mirë. Pra. Erdhën çunat lale. Jo, para. Prit. Vdiq Radisi. Po pra. Shkoj te King Yenma që kishte. Po, King Yenma. A ishte më i forti deri. Na tha njëri që më i forti ishte King Yenma, ishte pasi vdiq Radisi. Ka filluar kjo pjesa tjetër. E se di më është më i forti apo jo, se s'është se ka dalë në herë bëj mundje dore me çunën. Eksakt. Ti gjëza bote bote. Por që e kapi Radisi për lezgash e hudhin ferr, vazhdoi jetën i dha tash, edhe mori gokun i dha futja vrapit, u tha çoj te King Kai që të stërvitesh. Gjithë tash filluan stërvitje se Radisi para se të vdiste i tha, "Qofse ju mendoni që un jam i fortë, tha, do vinë këta tjerë që Dajagu. Edhe i tha, këta tha vin fix për i vit. Tani, qa ndodhi? U shpërndan këta. Gjithë. Se cili ke cepi vetë. Tjen Shinhani me qatsun e vogël, Krulini me Jamçën, Pigo mori përgjithësit rriste një fëmijë që ngeli jetim. Po. Teknikisht. E mori Gohanin e la atje te ajo. Te ai moja shkomit, të shkomi kavajës. Te Maljerovit, e la atje lart, i dha dikoj që mollën e i tha tash vazhdoi jetën valla. Bieto, por që fillu në rëndshëm. Domethënë, ta kam pas një kur erdhi Radisi, Piccolo ka qenë 450-500 power level, maksimumi që shkoi me Masenkon ishte 1200. Po, jo, sepse grumbullonte shumë energji. Kaloi Radisi, se Radisi ishte 1200 kur vdiq. Goku vdiqte 800-900, Gohani shkoi 1300 kur pati të shpërthimin dhe kaq mbaroi. Ky domethënë ishte maksimumi këtyre. Po, deri tani po. Shkun tash u stërvitën këta një vit. Kryesori ishte Goku me mbretin Kai. Po, Goku. Që mbreti Kai për mu talli që Kain. Jo, se talli se e vunit njëjtë majmunin. E pra, po edhe këtë Gregorin, këtë bulksin. Gregori ishte danëç. E pra. Gregori ishte danëç. Po pse mos ishte talli ai që i thoshte mbreti Kai më tregoi i Barcalet mu? Po, qa humori kishte. Ha pra. Po, qa humori. Po ti prishe thoshte Goku në i gjoku ta diu me shqiptarin. Kur ishte kalamo, ishte italiani, gjermani dhe shqiptari edhe qeshte. Pritë valla se s'ka filluar akoma. Dhe trajnimin e kishte shumë vështirë për power levelin që ishte. Po, sepse e para punës herë në momentin që shkeli te planeti aty ishte graviteti herë 10. Po. Që po ecte kështu po i tërhiqte akoma zvarr. Edhe nxorri dy gjona të reja, domethënë që ishin gjumë përpara, që ishte Spirit Bombi. Që supozohet ishte gjithë energjia e qenieve të gjalla që grumbulloi. Domethënë gjithë e mira që të shfaroste të keqen. Domethënë kjo është logjika e Spirit Bombit. Edhe Kaiokenin që bënte multiply fuqisë. Domethënë nëse ti thoja herë 2, power level jot ishte 8000, shkonte 16000 direkt. Sa ke bërtit kur ke qenë kalamo kështu? Çfarë? Herë 2 milion thosh aty. Edhe Kaiokeni kishte edhe këto, domethënë të dyja këto si fuqi kishin tamam alkimi që në shkëmbim të diçkaje duhet të sakrifikosh diçka tjetër. Patjetër, po më rrezikshme ishte Kaiokeni sepse ishte thik me dy presa. Po. Pra ajo të jepte fuqi përtej asaj që kishe, por të shkatërronte nga ana e fizikut. As të duket i çik si Luffy Gear 5. Eksakt. Po këta kanë bën 86. Domethënë, e marr vesh pra, këta tipat, ky Tori Indieri Tori ka inspiruar shumë veta, kena thonë këtë muhabet. Por Kaiokeni ishte arma sekrete për mu e gjithë Saiyan sagës. Po. Nëse flasim, pra kur vjen, se këtu tash i kalojmë çik themon te ardhja e Naçove. Po.
që ja ku erdhe me këta zhabat jo, jeshile. po këta në momentin që bën atë first entrance, kur zpresin, e kupto, ti ishe mësu me radisin që thjesht kthente i plumb shumë rapsh, ndërkohë vjen Napa dhe thjesht me 2 gishta, Ato 2 gishtat. E ndrejti ndrejti. Gjithë qytetin. Atë keqen. E kupto dhe bëhet një shpërthim vëlla që ti ke pa anim e tjera ditë e sotme që arrinte me fare. Domethënë Napa me nivel 4000 fuqie ishte në gjendje që shkatronte gjithë planetin. Patjetër, po shiko, Napa ishte bodyguardi. Sepse ku e pash biles në një koment, thoshte se kur thashun që Radisi presupozohet ishte krau i djathtë. Po. Dhe teknikisht Radisi ishte krau i djathtë i Vegjitas sepse ishin warriors të dy. Po. Ndërsa Napa ishte thjesht bodyguard i deleguar nga King Vegeta për të mbrojtur princin. Supozohet që Napa ishte më i fortë, por që Napa nuk ishte, po thjesht ishte kështu për roje. Thjesht hajde më këto qyrthat. Po. Këto qerrat që i kishte me vete Saibamenët, i çote kështu. Kamikaze. Napa ishte më shumë biçim ekonomisti. Jo, Napa më duket për zotin si Osama Bin Laden, për koktime. Këto pasaj janë kamikaze të vet. Këto janë shitët. Për koktime vëlla. Se dhe në paraqitje më steqja këtu edhe. Po shif tash Chanel, se dëgjon Habib bu, domethënë sa shpejt u rrit se Dragon Balli është një ndër më të famshëm për power level-et që ndryshojnë super fare. Domethënë shkojnë stërviten këta, edhe kthehen pas një viti, pasi kanë ardhur, tha e marrin vesh që kanë ardhur para kohë, mblidhet ky grupi çerrave, Piccolo, Gohan, Krillin, Tenshin Han, Chatsu, pastaj Yamcha. Edhe po ari, që e lante Roshi. Po, lante Roshi, po ari lante Ishulli. Edhe power level-i, Yamcha kishte shku 1300, ca. Po, kishte kalu Radis. Nuk kishte kalu Radisin, po kishte kalu edhe Piccolon. Edhe Gokun. Po, teknikisht para të rritjes. Pastaj ishte Krillin i 1500, 1600, pastaj vinte Tenshin Han që lëvizte shumë pak nga Krillin, pastaj ishte Gohan që kapte 2000 gati plus minus me stërvitjen e Piccolos. Na kupton? Edhe vinte Piccolo që ishte te 2500, 3000 gjë. Po, diçka e tillë, 3000 mbaj më pak ashtu. Nuk janë fikse se Piccolo me Napën, domethënë për kontakti parë ishte që këta nuk u lodhen fare si sa janë vetë vëlla, këta thjesht erdhën i terrorizuan vetëm nga aura që këta kishin, na kupton? Ta thjesht ngelën në shtangën, pastaj degeneruan fare, nxjerr del Napa, hap Kavanozi me turshi. Opa, dolën turshit aty. Jo, dhe i pikuj, dolën këta edhe plasi lufta me këta. Eksakt, po imagjino, Saibamenët ishin gati niveli Radisi. Po, 1200. Po pra. Ka qenë tamam niveli Radisi kur para se Radisi të vdiste. Edhe shko ky pare që u bota ajo poza legjendare, jam që tha. Pastaj top, e përqafoje i Bobi. Përqafimi vdekjes. Përqafimi vdekjes. Po një sken për se këta ndeshen edhe me Napën këtu. Patjetër. Të tre Napa i kput krahun Tenshin Hanit, për mendimin tim Tenshin Hani është një karakter që duhet kishte më shumë development. Një pyetje kam, si u kthy? Kjo nuk më e mend ti të shpjegu. Nuk shpjegohet, vdese në Afterlife, pastaj me rikthej nga Afterlife. Po. Edhe i kput krahun Tenshin Hanit, ky thjesht po vazhdon të torturonte dhe është sakrifica e Chatsus. Po, që shkon shpërthen Napën. Shpërthen, edhe Tenshin Hani bë për herë të fundit edhe te Tribim Canon, po. Që ka qenë ai fjalimi legjendar që nuk e di ja prit vdesi çik. Ja sa vdesi çik ky i parë se ja e pshteni me. Me ata të vetët. Nëse, domethënë ka qenë ai fjalimi, edhe këtu është ai kontakti i parë që ore nuk vdes vetëm Goku valla. Domethënë nëse ty të vjen dikush më i fortë, gjithë mund të vdesin. Se fillon të vdek një nga një pastaj, se mas Tenshin Hanit është sakrifica që bëni Piccolo për të marrë Gohanin. Patjetër që i doli përpara. Që i doli para, që i tha Gohanit ti je vetmi shok që un kam, thotë imagjino Piccolo nga Demon King, që u rrit gjithmonë kundërshtar me Gokun. Gohani zbuti në atë lloj niveli që Piccolo filloi, domethënë ka qenë ajo turnoveri kthesa e Piccolo si karakter që u bë pastaj pozitiv. Dhe shisi rri Bobi, dur kryq, kupton po shef. 9-9, edhe mendoj që Piccolo, domethënë se shumica thanë ama se kuklla. Por na ka ndodhur gjithë vëlla që të kena pasi shok për shkakun që ka qenë super negativ. Thjesht është pjek me dikë tjetër dhe e ka bë rrop më të mirë. Tjetër, se këto janë, e kemi thonë, janë leksione jete. Janë këto mesazhe që këta shumica njerëzve nuk i shohin, nuk duan t'i shohin, na kuptoj, shohin shumë për ciptazi, por që është një vërtet që e shohin për ditë, a kupton? Po patjetër më se shiko pak. Edhe rritja, duhet mendu dhe kjo fakti tjetër për shembull, stërvitja. Do të thënë kjo është një anime që promovon në mënyrë të frikshme
shëndetin fizik, edhe mendor. Ti e ke për shembull, po kaloj vetëm një moment skip tek turnamenti. Që kur para se të ndeshet, kur ndeshet Mjeshtë Roshi me atë tipin Zog të turnamenti, që i thot ai me Lelekun. Po me Lelekun që i thot ai work hard, study well, eat and sleep plenty. That is the turtle hermit way. Ashtu. Dhe i pikën kësaj, edhe ke marru punë. Domethënë është disiplina pra, disiplina. Ajo është e gjitha. Disiplina hekurt. Nëse jam që në këto e palosin këta me të parën. Direkte me aja e kapi, e kilikosi. Skene këtu se boni si tu i del nga mrapa, ha? Shiko, jam që ishte më i fortë se këta, ha? Po teknikisht nuk e mora vesh pse vdisha, po i pushoj zemra nga frika, sa e përqafoj. Po jam se i plasja, i futi korrent. Ore, mos e pra sa të thosha, mos e ka fut në korrent ndaj gjë. Shive, shef dhe serios. Po ta shikosh nga ana grafike, sa i bameni e pesa i ngjateve gjitës aty. Për zotë, thjesht e kishe po e shil dhe pa flok. Cybermanet vjen nga Demon Realmi, po e vërtet është. Se si bëjnë këta atje. Ja, opa, na urdo. Ja, skena legjendare. Ati pas angelit top kraho ti për shish kebab. Ja. Ja kruni që vje kontrollon. Kruni që thot ka marru punë kjo. Ai, la trisat. Por që është ky impakti i parë me këtë që o vlla, këta kanë ardhur të terrorizojnë, nuk njohin mëshirë domethënë. Edhe Vegeta ka qenë ky momenti që të gjithë thonin ore për i të lasaj fort është kështë s'po hynte në sken fare dhe këto i vranë. Marun punë për me gjitha. E kuptoj, edhe Piccolo që përrinte si. Fort sa hyni Napa, orë, ja bon të vështirë Napës, nuk është si ja bon. Jo, se u bashkun të gjithë, vla. Po ishin gjithë pra, po, kupton prap, sa do që ja bon të vështirë, tek hera api gojën, bosi i fiku. Dhe Vegeta s'kishte ardhur akoma. Napa ka qenë nivel 5.000, 6.000, Vegeta ishte 18.000, që ishte base, a kuptoj që ishte pa ushtramu fare. Pa unë zef, lale, pa. Na urdo, unë zef Napa. Direkt, I futi korrentin, shive çunat, opa. Si në urban më sërrin të dalin, e prap, më duket si urbani i kësaj, të vlla. Si jo i Porcelanis, po vite Kino Studios, kështu e jesën, këto se janë fizarmonik. Ja, Çacu, sakrifica e Çacës, tash këtu që po thoni para me tek krah. Ja, është me i tek krah. Doraci vogël. Tu nuk e mora vesh të teknikën e këtij të Çacut. E kishte praktiku, e kishte praktiku në fshetësi Çacu këtë. Që në rastin më ekstrem të ndihmonte, po, të ndihmonte shinarin. Çfarë është ky Çacu? Shikoj, i thon vjen nga familje kështu royal, po se çfarë ishte, se shpjegonte Dragon Ball i vjetër që ishte te një royal family. E kuptoj, po se çfarë ishte fiks çfarë race nuk thuhet. Çka kam iden, po e di çfarë është e çuditshme këtu, që tokësorët në Dragon Ball, ata që janë në tokë, janë thjesht majmuna që flasin, kupton, uqër me kostum dhe kollare që punojnë zyrë, ndërkohë Saiyanët që supozohet janë alien, janë njerëz. Po. E kupton domethënë paradoksin. Kanë evolu. Po pra, ideja. Por po flasim tani edhe faktin tjetër që avash vjen Goku. Po, vjen Goku. Domethënë, para se bëjmë një what if. Po. Po sikur këta ti kishin vralla, ti kishin thjesht mos kishin prit targetoheshin, se këto i thon prit se vjen Goku për ja 2 orë në pastaj llafosim me kush është më i forti. E kuptoj? Supozojmë që se kishin këtë ego në vlla për të prit më të fortin. Thjesht i thot Vegeta, jo valla, s'du me të prit, pam, i kput gjithë në tokë si presh aty, marrun po vdiqën këta, rrim presin Gokun kam kryq, prap do e pritin, a kupton? Vjen Goku tash. Goku power leveli over 9000. Okej? E myt Napën me të parën, bam, nuk ka nevojë fare ta shkatroj Vegeta se Goku është kështu, ka atë rage-in që është angry. Patjetër. Myti Napën, 8000 e rreth Vegeta se si le koas transformohet as lloj gjë. Marroj, po sigurt kishte fitu Vegeta, çfarë do ndodhte? Thjesht vlla do kishte gjetë sferat e dragojit. Do bënte i pavdekshëm. Eksakt. Më saktë nuk do të kishte bë. Nuk do i kishte gjetur. Nuk do ishte bë, po se thjesht Kami do kishte vrarë veten, ndoshta. Do shkatronte planeti fare. Po, eksakt, dhe thjesht do vazhdonte jeta normale, dhe thjesht do mbyllej Dragon Balli. Po. Shumë e thjesht. Ky teknika e Piccolos, e pash në një moment, që e ndan veten tresh. Është një teknikë sa efikase, domethënë këtu është Shadow Clone i parë për mua. Po shiko se është tamam Shadow Clone i parë, sepse domethënë kjo është e shpjeguar që në momentin që ti e ndan bën 3 pjesë, po ty të ndahet fuqia në 3 pjesë. Kështu që kjo më duket nuk është te Naruto. Po, jo, te Naruto thjesht ti merr informacionet nga klonet, pra ti thjesht përdor çakra. Nuk kanë fuqi. Jo. Domethënë fuqinë kanë ato, por nuk është se të bëhet split fuqi aty. A kuptoj. Ndryshe nga Dragon Balli. Ato janë pjesë e jote. Po pra patjetër se e ka bërë çik më vonë ai, po.
Kjo ishte teknikë shumë e rrezikshme. Sepse edhe Tien Shin Hani, kjo ka qenë teknikë e Tien Shin Hanit përpara. Jo, Tien Shin Hani ka pas edhe që nxirrte krah. Jo, e kanë pas të dy këta Po pra, po jo, më duket e ka pas Tien Shin Hani parë. Na kujtoni çik, domethënë shkruani komente që kush e ka pas, për mua e ka pas Tien Shin Hani parë, pastaj e mori Piccolo. Edhe Tribimi këtu dash. Tribimi është ka vdek Chatsu këtu, ky thjesht e shef shumë. Po, është thjesht deluziv këtu, ja. Po, natën. Tong, unë nxe fjali, e pa syni tret, edhe të moshat e ligat, e të bofsha gurban. Nese, kalojmë tash vllau se sa të arrim këtu ne, unë them kalojmë tek ardhja e Gokut. Vjen Goku. Aura vllai është thjesht. Është chill fare, ja merr napës nga durët këta. I nxjerr me cepte, i jep në senzu bim, paracetamol. Po. I ringjall gjitha, i bën i bim vete prap. Qa kështë ngel Krulin, Gohanin, Piccolo nuk e dim duket. Piccolo kështë marru punë. Po, Piccolo kështë marru punë. Po, kështë marru punë. Piccolo kështë cop. Kështë marru punë. Edhe këta tjerë që këshin vdek respekte, Goku të shi u bo, i shkoj për Pride nivel tjetër, e kap napën, është edhe ajo skena që i rrim bi kokë, kujto. Tjetër. Përdor Kaiokeni për herë pare, këput si presht. Tak pra. Edhe Vegeta tha, Allah, tha, mu po marrafin që po marrafin, këtë që du mo? Exact. Snap the finger, lale. Se Napa të regoj pra kështu, po luti, dhe i thote, ku e ke krenarin Sajane, zogu? Fap, where is your pride? Thanos mod, Bobi, tak gishtat edhe. I tha Goku, do mo rraf me mundi, po, a di kime në event më qeta ku s'ka njërës, po në aty kishin marru, kishin vdek. Exact, thjesht kishin ngell to legendat e vegjë. Pohet ajo poza epike. Ajo është pasaj. Njoni këshu, tjetri atë kish. Të dy aty, ka qenë një ndër, nuk ka qenë ndeshje e gjatë, po ka qenë, do të thënë, jo, se ndeshje e gjatë ka qenë se... Prezantimi i parë, me një ndeshje tamam arte marciale, po me rage, se nuk mund të thush e radio si t'ishte në gjë. Jo, ishte... As të këto arteve marciale. Kjo ka qenë tamam, edhe kur bëhet ai klashi për plasja e këtyre ku bën Galigan me Kamehameha. Ajo është. Për mendimin tim ajo është te top 3-shja e përplasjeve të këtyre. Ki blessed, po. Nuk them dot e para, se e para është Gohani me Cellin, që është ajo në fund fare. Ajo është epike vlla. Ajo është epike se janë dy Kamehameha bash. Gjesh tjetër, po që po flas është e top 3-shja se prap si ndan dot domethënë. Nuk më mend ai tjetër që të ketë qenë. Bëhet Ozaru Vegeta. Sa do diçka. Kemi goxha mohabet për të Friza. Po, do kalojmë te Friza. Bëhet Vegeta Ozaru. Nga 18.000 power level i 180.000. Zbythje totale, do me thënë a i mori fuqin dhe sakrifikoj shpejtësinë dhe thjesht mund të shkatronte pa limit. Thjesht ego e Vegetës nuk donte me shkatërru gjithë planetin të si meret, po tha veç ku i bi Goku në kokë. Shiko, në Ozaru, këta kishin një gjë që këta e humnin, sepse edhe Goku e thot. Kishte kontroll ai, po thjesht kishte rage. E pra. Ai mund të fliste, mund të shikonte, mund ta ndiqte, por nuk kishte më të njëjtin kontroll në sepse ishte nga hëna artificiale. Nëse ata shikonin një hënë të vërtet, ata nuk kishin kontroll. Po. Kjo është e vështirësia, prandaj dhe Goku e ka, edhe sot e kësaj dite, domethënë, si karakter, e ka vdekje të shkojë në statementin e nivelit 94. Po. Sepse kalon përmes këtij rage që nuk ka kontroll. Po, kjo është e gjithë gjë. Herë ajo, pastaj mund të po nesër është diçka që ka gjithë, ajo është pak rëndësi ka. Kush ja preu bishti, vllai e boni si ne. Ja Xhirobi lale. Si ka mundësi edhe? Nga erdhi guximi edhe. Nuk, vllai e tha i vdek që i vdek jam, tha, ta bëj dhe unë i gjujtë, ti bi herë se. Ja Xhirobi të bëhe me pip të Liefsha Sasuken. Pra, vllai. Prerje kirurgjikale. Slash, se imagjino, deshte Krulini, bën diskun, ja, o zot, qa rasie. Bën diskun Krulini dhe i thjesht hidhet, fap, direkte. Kjo është super teknik, super teknik. Dhe këtu, që imagjino sa e lezetshme është, me këtë teknik vdes edhe Friza. I madhi të mëdhenjve. Nëse pak rëndësi ka, imagjino në durët e Krulinit, kjo gjë është e rrezikshme. Imagjino në durët e dikujt tjetër. Që di ta përdori mirë. Se ç'ishte Friza apo që ka edhe fuqinë, imagjino në durët e Frizës, Cellit që kanë qenë që kanë përdor. Se degeneroi Gohani po.
kur e kishte edhe Nëse ja ju prej bishti. Ju prej bishti, ky ishte i degradum sepse në momentin që ti kaloje nga Ozaru në njeri prap ishte drowning. Jo ishte dhe i log. Tishin prej gjunjën. E rrafin, e mysin, Spirit Bombi Goku. A ishte shumë e bukur pjesa se aty doli Spirit Bombi i parë dhe ku të gjithë kalamojt vlla neve kena ngrit duart në qiell për herë të parë. Ajo ka qenë një ndër skena se ti se dije si ishte sepse Goku se bë thjesht një trajnim super të vogël që e kishte paraqitë Merdikare, kuptoj, ishte shumë bazike ndërkohë aty. Edhe këta që e gjunë se kap Vegjitën, edhe ishte ai prezantimi i parë që bëhet i Spirit Bombi që thot Krulini po tash ç'a të bëjmë vëlla. Po si ja transferon Krulin edhe. Thjesht devijoje, thot sepse njerëzit me shpirt mirë nuk i kap. I thot Gohanit. Po, Gohanit. Sepse e gjun Krulini. Fillon të lut voleboll apo. Po pra vllai, më kujtu. Gotenksi të gjujt. Po. E kap Vegjitën edhe nuk vdes. Po sepse ishte mini, domethënë. Nuk ka rëndësi, nuk ishte mini. Thjesht Goku aty kuptoi që Vegjita nuk ishte i keq valla. Po, teknikisht po. E kupto? Ka atë, domethënë, janë këto karakteret, domethënë po ti morësh në për anime, janë gjithmonë këto karakteret kryesore Goku, Naruto, Luffy, e kupto? Ku dëgjon pa fund të tjerë që janë main, që gjithë ta që i kanë shkruajtur si karaktere, i kanë dhënë këtë dhuntin që ta dalloje që në sy dikë, është njeri i mirë apo njeri i keq. Po, e vërtet. E ke parasysh kjo ndodh edhe në jetë reale, vles. Mu për shkakun ndodh që kur e shoh një rob, e kupton, filloi krijoj atë first perspective ça lloj karakteri është. Ai impresioni i parë që ore është i mirë, është i keq, është ajo nuhatja, e kupton? Dhe se kanë gjithë. Ose mund ta kenë, por disa nuk është e vrasin mendjen, nuk është e kuriozohen. Edhe kjo te Goku, i thot Krulini me shpatën e Xhirobit, i thot marrë punë me këtë vëlla, i thot Goku leje, jetoj, sepse ky më ka shty mua në limite që unë të forcohem vëlla, se unë isha me nivel 800, kur ishte që para një viti, edhe për momentin me herë 4 shkoi 36.000 Goku. E kupton, shkoi se aty përdoret Kaiokeni. Se maksimumi i Vegjitës ka qenë 32.000. Po, diçka e tillë. Edhe kur humat e klashin, Vegjita aty shkatërrohet, se Vegjita mund ta kishte shkatërru Gokun. Ai aty ja ëmbri goditjen e parë me Kamehamehan. Ishte Kamehamehaja goditja e parë që e sakatoi se transformohej në Ozaru. Herë 4 Goku, u bë herë 2. Kamehameha 2, pastaj u bë herë 3, pastaj u ka bë herë 4 ku ka pas Kamehameha. 10 fishou, ka shku deri te 10 më duket. Jo, 4, atë na lese. 4 herë 8, 36, apo s'bëjnë aq. Jo, se bën. Jo, ishte 10. Po jo 8 a 10 ka pas 8.000 power level. No, Goku thot ose 8 fishohet ose 10 fishohet në fund. Jo, 10 ka bote super i zemra që ka qenë maksimumi. Po, 10 time ka kem po. Aty ka qenë 4. Nëse pak rëndësishme ka shkon te Friza, pastaj ndryshon muhabeti. Maron kjo këtu vëlla, Elen Vegjitën të hiki, kupton që Vegjita s'ishte i keq, Goku s'bëhet pishmon fare, ka pas atë në qeshjen e vet që ishte i lumtur. Hiku dhe iku me e hypi garsoniere dhe i tha hec. Lele. Edhe këta tash i zemra u lumturun gjithë se mbaroi shpëtuan këta ne të keqin e lan prap, po Goku e dinte thellë që ky s'ishte i keq. Edhe Vegjita vet, se këtu fillon ky tërni i parë i karaktereve, e kupton kthesa. Edhe Vegjita vet, po ta shikosh te e vjetra, jo te Kai, fillon të pyet veten, "Allah, po për çam labu?" Eksakt. Se këto ishin ruthless, e kupton, nuk tregoshin as lloj mshire, pra as lloj gjoje. Ishin edukuar në këtë lloj mënyre. Edhe kjo e boni, domethënë kjo e njëjta gjë ndodhi Piccolo's, jo aty të parë, aty të dytë kur Goku fiton Kamit, kjo s'mund ta qush. Kur Goku fitoi kundër këtij dhe thjesht e la gjallë, që i tha të njëjtën gjë. Kjo gjë i ndodhi Vegjitës. Kjo gjë po të heci mbrapa prap, jo Frizës, jo, po Friza shumë vonë ka thirr mendjes te turneu që ja ktheu borxhin mbrap shprap. Po pra, te turneu se i qiti ka ferri. Domethënë edhe aty ndodhe njëjta gjë që Frizës që supozohet ishte më i ligut ligëve. Më i ligut ligëve me atë të vetën. Dhe është ajo përplasja kokë. Kjo është pastaj epike. Kjo është si avioni rus me amerikan, kupton? Dak, gju, rusi tap. Kjo i ndodhi Kaiokeni parë. Ja, e boni preshte këtu. Ja, theu kërpishin, e boni me hernie. Për Zotin. Fizioterapi nesër mjes. Kjo ndodhi gjithë këtyre. E kupton? Shiko, këtu pasaj... E di cili është mesazhi i kësaj? Do për mendimin tim, mesazhi i kësaj është ajo shpreha që them unë ty për herë. Nga çdo gjë e keqe
ka gjithmonë një të mirë. Patjetër. Kjo është e gjithë e kësaj. Patjetër. Shive pak tu tash frikën te Sytë e Vegjitës, që tha, what the fuck, bro? Po se shkoj direkt nga 8-16.000 ju afru Vegjitës Bey, sa kuptoj, dhe tha pritje. Dhe e bukur është që Vegeta as nuk e kishte atë shifrin, nuk e kishin, po, akoma. Power levelin, dhe këtu e ka fitu. Po. Se kur shkon pastaj, kene shprehje ta mbyllësh ti këtë që dalin të tjetra? Jo, jepi ti. A? E ke ti apo nëse unë e dhash mesazhin tim që nga çdo e keqe ka një të mirë. Zeni men, edhe kur ju ndodhin e gjë e keqe, për herë do zbuloni diçka të mirë, sado e vogël, por sa ty mrenet e keqe. Eksakt. Kështu që kene gjë tjetër për ta shtuar apo të kthehemi pjesën e dytë me Frizën. Publicitet shpejt dhe vinte ato. Kthehemi te ai Rosa Arnero. Erdha, mos ma mbyll derën, ata fik derën ky bobi. Te ciu. Hajde. Te ciu. Lale. Shkurtimisht fillime dhe kalojmë direkt. Jo, direkt, pyetja ime është kjo. A është kjo saga që ndryshoi Dragon Ballin që e boni pik vlla? Kjo vlla e futi jo në loj, po e boni të paharrueshëm. Kjo ka qenë kthesa e çdo gjëje. Dhe me thënë, shkuën për të mbledh sferët zemra, dhe u bo tamam warfare. Është... To plasën gjithë, plasje titanës zemra. Unis, tashi, vdiqen këta Marun, u shpërndan, Goku vdiq, Krulin i vdiq, jo Krulin i gjallë. Piccolo vdiq gjithashtu, dhe normalisht me që vdiq Piccolo, vdiq dhe Kami, u shujtën sferat, ikën gjitha, u morë vesh që ishin sferat më të mëdhoja, ishte ky dragoj i Namegut. Kush ja tha që ishin sferat? Ja tha Popoja. Popoja. Ajo më duket ja tha Kami nga Afterlife-i, foli me Gokun. Foli Goku me Kami nga Afterlife-i dhe i tha që të planeti imi lindjes vlla, ke një dragua me sfera më të modhe së të mia, tha. Unë kaq kisha ta kata, kaq të vogla i bëra, si për Gjirakaste. Porunga kishte 3 dëshira, a? Po. Porunga ishte dano çolla. Se ishte edhe ai Bobi, ai gjyshi që i kishte bo sferat, ishte obez. Ishte krijuesi gjithçka. Më kujtohet sken që i thot Bulma kur morin Dendenin se bëhet shumë para, po do të më përmend tash. I thot po ju i tha si shumojni? Ja tha ne tha na bën Elder Kai, çka Elder Nameku, e kuptoj. Si u bën tha? Ja, me vesë. Po pra, ashtu. Edhe këta kanë qenë diku te 100 ca, shumë pak domethënë për planetin që ishin. Se tha ti s'ke një mama? Çfarë është një mama? Edhe Bulma si dano që tha, i sa kohë, tha këtu s'pas ka meshkuj dhe femra, po ç'është ky qef kështu? Ku i rrim të asaj? Qa bëhet? Po Bulma ka qenë me Yamchen, e? Kishte vdek Yamcha, Bulma lau dur. Bulma lau dur. I'm a widow. Hajde gëzuar të Bulma. Gëzuar Lale, vinë gjithë dhaj të planeti Namek, se Friza e mori informacionet. Kami i thot që sferat i keni atje, ndërkohë i thot tyne që o vlla, ku kam ardhur në tokë, kam lënë edhe një anije që ishte dëmtuar që e mori Bulma e rregulloi dhe ishte ajo gjëja e çuditshme ashtu. Po. Që ishte buburrec. Nisën këto vlla, nisën për Namek. E kupton? Te kryqëzimi i Astirit ngatrojnë rrugën. Eksakt. Zbritën te ky planeti tjetër. Bravo, dalin në zberisht. Dole te rruga Qelçi. Eksakt. Edhe aty tash janë këta tjerë, këta të kuq që kamuflohen sipas asaj që ti imagjinoje ose që po kërkoja. Po kërkoja. Po ne dolim një birrë me motor. Se ditë se ngelën. Fabrikë birrës Majtas. Ashtu. Ç'doli në Astirë. Te Korçë dhe ata. Aty ja ku doli topja parë. Nëse aty këta ngatrojnë dhe ikin, zbresin Namek, pastaj masi e drejtuan rrugën, 2 kaçola edhe Bulma. Eksakt. Që kishin habirin fare me çfarë përballeshin, se mendonin që s'do kishte ndonjë rrezik, edhe Kami tha se i njofun janë njerëz të mirë ata. Çuna të respektueshëm. Shpjegoni situatën, thoi ka pru filani me mik edhe direkt. Shkojnë Namek, approach i parë që kishin Namek, vjen ai Saiyan Podio, vjen Vegeta, se duhet kujtojmë tash dalim te kjo skenat e tjetra. Vegeta masi ka hik nga toka, shkon direkt me taku Frizën, me u bë recover ku ishte atje, shikojnë që ishte copthum, dhe i thot ky doktori, thot Vegeta, thot ti që ke bënë këtë lloj stadi, habit edhe ai.
thjesht reminder, Vegeta ka qenë 26 vjeç, se 20 ka qenë Goku, 26 Vegeta plus minus. Ka qenë në prime-in e vet. Sa kishte fillu dohanin. Atë keqen. Edhe aty sa bëhet recover, i del ky ciu para dhe i thotë që kështu muhabeti tregon të budalliqe që Friza do hikin Namek, mori sferat se kishte ngju nga radio e këtij që po i bëj mortal dhe ky pastaj i bi pishmonit, thotë hiki para këtij para se kështu. Nisen gjithë për Namek lele. Gjithë naçu, lajtë koncerti. U rritën qerat Namek. Dhe weekend. Ja dhe këtë të keqe. Shati digjet, bul malat. Gjithë për Namek. Ja është. Pëllciti. E ti më thumu kiki akoma. Se ke pa kikit. I ra telefonin uj. Se u zhut këtë direkt. U mëtë. Kjo skena që ja shykra Dodorja stukit tash nuk e di domethënë. Lele mos e kaloj episodit kështu. Lutem. Zbresin Namek, shpërndahen, fillojnë kërkojnë sferat, Friza kishte fillu puni, kishte siguru 5, Vegeta tash takon Dodorja, është fiks kjo skena ku që merr jerm se Vegeta ngjonte te radio akoma dhe Friza se dinte që Vegeta kishte bërë trafar, mendonte që kishte ardhi Vegeta po e ndihmonte. Edhe jemi te kjo pjesa se po ndërpres. I vjen e gjekët këtë viktimën, këtë Rozalatin. Ore, ke pa atë Team 4 Starsin? Team 4 Stars, që bo Dragon Ball në zemra, po e bëjnë kështu me dialog tjetër, edhe e bëjnë këtë, thuaj se harrova emrin të kuqit valla. Dodorian e bëjnë femër zemra. Edhe kur ja kap krahat kështu thjesht e bëjnë kështu duke rënku, është super sketch, ka super meme ajo, ka super meme. Shiko. E shkatroi kët. Edhe i tha, i tregoj sekretin që planetin ta Omega e ka shkatru Friza, asilloj meteore, asilloj gjoje, thjesht do me ju shfaros ju. Ky tash i karikohet tu dhe thotë, "Okej, se e gadisun Frizën dhe shi", thotë. Edhe iku aty për kërku Zarbonin. Atë Biondellon aty. Ai ishte Jeshilello. Pra, që ai ran hislla pasane u bo gazep, u bo si ardhuc. Po, e myti për herë të parë Vegetën, shkonte podi për të bërë recover, vjen për herë dytë, e kap këtë e dhunon e shfaros qas si bon super i fort Vegeta nga 23.000 shkon power leveli plus 30 ca që shkon gati me ciu. Imagjino tash ky ciu, QQ i thon anglisht, po ciu është shqip. Ky ishte më i fort se dy bodyguardat që mante Friza mrapa, Dodorja me Zarbonin. Ishte diku te 35.000 ai Leilaja zemra. Kush Leila? Ai kisha do veshë. Aha, Ginjo. Jo Ginjo, mor, ky tjetri, ky që kishte buzët kështu, që i del në fillim fare Vegetës kur shkon aty Po, ky tip. Domethënë ai ishte praktikisht. Po, ai ishte praktikisht më i fortë se këta dy bodyguardat. Tallesh ti. Po. Edhe ja, i vjen këtu në tash. Se ishte skuadra elite ai atëherë më mend duket. Po, ka qenë te këto, ka qenë general që drejtonte kështu ekipet Frizës. Po, më mend. Kurse ta dy mante mrapa Friza. Eksakt. Tu është momenti vllai që vje këtu, gjej këtë topin e vet parë. Ky edhe hudhke Lumilanës aty. Po, dhe Lumilanës. Ashtu. Ta mori Lumilanës. Liçeni Fargës. Liçeni Fargës. Lumilanës dyshoi çik, po. Tu tash pastaj fillojmë me faktin që Friza takohet, ky më fal Vegeta takohet me Gohanin, është ajo skena epike lale, që ky bëhet si i mirë, se i thotë ky jemi neve vetëm 3 sajante fundit që kemi ngel mbo dhe i fut dhe i shkel ai grusht mes bargut. Shiko pak çdo detaj, sfera me 4 yje prap në plan. Për herë kjo ka qenë më. Kjo ka qenë se ishte nga gjyshi i Gokut. Kjo ka qenë më sfera më kështu. Goku tu trajnu ke palestra e lëvizse. Ora unë gjë s'kam kuptuar tash. Se vdiq Goku kur hiku Vegeta në fillim fare, e kuptoj, edhe i dim këto power levels atë tyre. Kur vinte Nameku tash, edhe Krulini, edhe Gohani ishin aty shumë pak lëvizin, ishin te 14.000, 15.000. Domethënë nga 1.500 që ishin atje, shkojnë direkt 10 fishohen. A u stërvitën ta? Po, me sa mbaj mend Gohani u stërvit a shkon te Kami këta dhe i stërviti Popoja, këtë nuk e maj mend, ne kujtoni çik me ne koment, se s'boni keq. Se edhe nes në kujtojnë gjitha. Po, gjitha valla janë i hale me episode kush i ma mend.
Po di që këta tre për shembull, ti jashin hani ky vdeksira me X të faqja, po, ky samurai X i dështum. Jo, po këta që vdiqën u trajtu nga ka, po pra, ja po jep ku tash direkt. Me mjeshtrin Kaj, edhe Piccolo gjithashtu. Por ta pasaj Goku si u ringjall valla. Goku? Goku nuk vdiq. Po, nuk vdiq Goku. Po vdiq Goku aty. Allah që çdo kshu vdes Goku. Jo, po nuk vdiq Goku, shkoi te spitali me atë skenën e Gjilponës, si rapotën e për spital. Robi më i fortë që ka ekzistuar në multivers, vlla. Si ka mundësi valla, gjithë njerëz përgjithësi burrat, gjithë burrat në përgjithësi kanë frikë nga Gjilpon, kanë frikë shpohen. Nuk e di vllai. Unë për shembull e kam vdekje, mua kur besoj unë vllai, mund të ma thysht, ma presh krahun vlla, dhe unë nuk e përthy po më ke fut vigonin, jam kështu. Se më duket sikur do më çpoj venën atë unë sa e frikshme. Para ca kohësh, domethënë jam 22 vjeç. Ashtu. Para ca kohësh kam bërë analizat e mia të para, ishin analiza koti. Po thjesht. Ishte ajo Gjilpona. Jo, ma e thjesht pickim vllai. As lloj pickimi më zem, as lloj pickimi nuk diva ishte kaq. A boni ajo, domethënë kishte ngulur, unë po prisja akoma isha kështu. Te vlla, nuk e shef. Gjithkohë shumë të lutem mos. Je mirë më tha mu djersh të vdekjes. O vllai, këto kështu i bardhë. Po mershin mend, veç kur thotë ajo, mbaruam tha. I thashë, jo dolën dhe përgjigjet analizave. U të vdek atë. A kupton? Edhe e bukur. Jo që shpova, po në 2 orë mrapa rrisha shikoj ata të dilte gjakën. O zoti i madh, o zoti i madh. Ktu tash na del dendem vlla. Po, zbulohet karakteri i parë i këtyne namekianëve dhe diçka që unë s'kam kuptuar te Goku, valla, si ka mundësi flasin gjithë njëjtën gjuhë o shok. Ishte universale. Pra ne kanë antenat mball ato, kapin valët dhe dajtë. Ore, dendeni okay. A kupton? Hajde mo. Vje Friza flet po si këta. I përkthet ai translator që kishin kështu. Pastaj e kapi ai burse. Pastaj fillu të tre llafe kanë thonë gjithsej teknikisht atë mbetejën reale. Si shqiptarët, ai duan një ditë dhe mësoj gjuhën direkt. Edhe ja opa. Kur i vje këtin fillon fare këtu përplasen te kryqëzimi i rrugës Elbasanit. Vegeta ka qenë shumë savage si karakter këtu. Edhe nga një kështu shërbëtor low class. Nga një shërbëtor i Frizës që konsiderohej i dobët në krahasim me këta tjerët, u kthy në një nuk më intereson më vlla për Frizën, e kuptoj, ishte shumë i vetëdijshëm që nuk mund ta mundte. Teknikisht vllai po të marrë paralelizim, Vegeta është punëtor shqiptar. Pse do thosh? Po e morin gjithë në punë, e torturojnë, bëjnë gjithë punë të rëndonta, pa siguracione. Eksakt, edhe pasaj i vjen limitit vllai që s'ban, mo thotë da biznesit tim. Da biznesit tim. Opa. Dhe ja ku është Vegeta. Edhe filloi thotë gjithë të vini punoni për mua. Pra. Jo, dag lalef. Jo, ja di horliqet e kolegëve dhe ja thot pronarit pasaj. Kështu është edhe situata e Vegetës. Por Goku trajnohet gjithkohës në hapësirë. Te kapsula që i ndërtoi babi i Bulmës. Është i pari që trajnohet në gravitet. Sa çon herë 100? 30 ishte sa e pash deri tani, po kalon shumë më shumë. Ishte larg akoma aty për të shkuar. Duket shkoi te 100. Më duket. Më duket se shkon tek 100-ta, sepse kur vjen është super aura vlla. Kur vjen, mos gaboj unë, Goku kur vjen fillim fare e ka power leveling 80.000, 90.000, se kur bëhet Kaioken shkon 180.000. Po. Jo, Ginjo ka qenë lart. Po pra. Edhe i vrau Vegeta këto vlla, marrun punë, vin ata. Vin Rikom, Gjis, Bata, Guldo. Edhe ky edhe Ginjo. Ka një teori për këtë Ginjon. Që është që ky kanë, domethënë trupi që kishte aty nuk është i pari. Po, e vërtet, nuk është i pari. Edhe ka qenë shumë i dobët, ka qenë nga këta, domethënë është një kështu që është bën një kind of manga, nuk di si tamam, nuk është diçka e nxjerrë nga këta autorët, po deri diku e konfirmuar. Edhe thonë që Ginjo ka qenë këta të bullizumit vëlla. E kupton? Edhe gjatë gjithë kohës ky u përpoq që të krijonte një teknikë që të vidhte trupin e këtyre që ky adhuronte. E kuptoj që të mos ishte më i bullizuar dhe kështu nisi kjo change i këtij i trupit. Nice. Edhe me kalimin e kohës ky thjesht rrite nga underdogu bë dikush që imagjino bë kryetari i forcave speciale që Friza i pagunte sa lesh të kokës. Friza s'kishte lesh kokë. Po mirë çunave. Ide çunave, Zarbonit. Ashtu. Ja si u bë zhaba.
edhe i merrte vetëm kur i duheshin, kur smarroshin dot punë të tjera, merrte Giniun në telefon, hajde llaj. Edhe synimi i Giniut sipas këtyre ishte që të viste trupin e Frizës një ditë. Sipas asaj mangës. Sipas kësaj ishte që Giniu të arrinte një pikë që të forcohej edhe të ishte në atë lloj niveli që të viste trupin e Frizës, e thoshte ky është final boss për mua, s'ka tjerë më domethënë. Edhe ha debat se nuk ja arriti dot domethënë. Po si arriti dot vallaj se u bë zhab. I doli, jo, po zhabës, kuptoj, i dolën naçut në gjymës në rrugës. Po, kështu është kur do me hy varribon vllai. Ka qenë kontakt i parë që vin këta, më kujtohet kur kanë pak të skenë atu që mas kësaj domethënë, mas mbaroi kjo që vin Giniut. Prezantimi këtyre i Rikumit i herë, edhe në lojë tash i Rikumi është super karakter për çfarë do lloj loje që ka Dragon Balli, po, ka super stamina. Guldo ka qenë ndër më të paaftë. Guldo ka qenë ndër më të paaftë, po Guldo ka pas atë telekinezë, se kuptoj. Po, që po ai do të ishte i dobët në fuqi që do të kapte se, po të ishte super i shpejt nuk kapte ai. Po, edhe se nuk e kap dot, kap Vegetën, po se çaj ndodh pas. Varet cili Vegeta është, po nejse, edhe Bata ka qenë super i shpejt, po, Gjisi ka pas atë rrezet. Gjisi ka qenë veç kështu, kombinonte, ishte si 7-13, hënë ku ti dilte krahë. Jo, më ishin kështu si puna, këta dy ishin si Barcelona. Kjo ka qenë Power Awakening. Kjo është fantastike. Fantastike, nxjerrte fuqinë e vërtet. Çu ke pozë. Ha, amon. Ja tregon se si lindi, këtu po i tregon se si lindi, jo, që u nda trupi, në pjesë. Edhe këtë do të thoya për teorinë çfarë? Te Namekët janë dy lloje Namekësh. Janë këta fighters, edhe këta që merren me këto, jo buçit, që merren me këto magjitë e gjona këto, që bën kështu spellca, se s'di po ta shpjegoj fiks, siç ishte Kami që shpiku sferat. Edhe thuhet që këta kanë qenë një. Të gjithë Namekianët po thua? Po, jo, kanë qenë një karakter, kanë qenë dhe fighter, edhe këta që merreshin me spellca, po thjesht janë nda. Po pra, këtë shpjegon edhe kjo skena këtu. Thjesht janë nda të gjithë sepse në nevojë të planetit për ta mbrojt, ç'a bën u ndan edhe nga një karakter u bën dy të ndryshëm po me të njëjtën mendje, a kupton? Që ti vlla stërvitu për këtë dhe unë po stërvitem për këtë, po ndërkohë që ne jetojmë si një prap. Edhe kur i bën Awaken, se është sken për të qeshtu, edhe Krillin i fuqizohet, por që i bëjnë Awaken dhe i thotë Gohani, sa i fuqishëm po ndihem edhe më duket shkon goxha Gohani këtu janë 30.000, 40.000 gati. Edhe Krillin nga 14.000 që ishte shkon 20, i thotë Krillin i Gohani, po si ndihesh? Shumë i fuqishëm, thotë. Ata po s'po ndjeni ndryshim. Po sa aq ke? Aq shkoleli. Po që për te shakave shumë të fuqizuar edhe ky Awakening, Zenkai është gjë tjetër, por ky Awakening kapet e lojrat. Jo, Zenkai është kjo kur vriten, që shkojnë prag vdekje, edhe këta Namekianët i bëjnë kështu healing, po healing është që ti edhe të regenerohesh, po edhe të evoluosh, që ti të çlirosh gjithë potencialin të atë. Hajde, vaj se pistonash. Prandaj edhe Vegeta kur i tha Krillinit për herë dytë o vlla, hajde më dëmtoj çik që të më shëroj ky se pa ndryshimin që pati Krillini dhe Gohani kur i dëmtoi Friza dhe i boni kështu revive. Po, revive teknikisht. E kupton? Edhe tha prit valla se unë shkova atje te kapsula, po u forcova, po këto 2 fishun, 3 fishun. Edhe bam vritet ky vet, edhe i thot atij më shpëto se unë jam i vetmi rob që mund të shpëtoj këtë për momentin. Edhe dëndeni përveç gjithë asaj që ky kishte bë, tha okay që mos vdesin gjitha, po i bëj revive. Edhe aty i vrau, gjithë këtu është edhe skena që vjen tash që mendon që është super i fortë. Edhe në momentin që i bë dalim prapë tek ta, se lëvizëm shumë. Unë se kuptova si këtë skenën, pse erdhëm me vrap dhe nuk erdhëm me fluturim vllai. Është dhoma Vegetës zogun, nuk supozohet se ti jetë i merr sferat. Pra, ty i rret gjithë lale ul power levelin. Po, nivel gadit pa llogaritshëm. Ja ku i kalon. Sa i papërgjegjshëm mund të jetë Friza këtu që i kalon sferat e veta. S'është i papërgjegjshëm, është thjesht shumë i fortë dhe s'mendonte se ja bën njëri puçin, a kupton? Ndërkohë Vegeta. Kështu është kur perdh tronin. Nëse. Nëse. Kalojmë lale se e shtym shumë te kur i vjedh
Cila betejë do thu? Te betejat, po më them kalojmë direkt te betejat me forcat Ginit. Po, atë do thoya kur vjen Vegeta dhe praktikisht këta ishin plus 40.000 gjithë. Plus 40, 45, se kuptoj plus minus përveç Ginius që ishte 120.000 si battle power, e kuptoj? Vegeta ishte në fazën, shkonte kokë për kokë me këta, e kuptoj? Hyrja e Gokut. Epike. Epike. Hyrja e Gokut. Dhe për mu tallja e Menderes nga Rikomi me këta është barbare. Është barbare. Barbare, vllai, se 1-2 është delikate. Fap, çit bythën këtej, çit bythën anë. Goku ishte thjesht 80.000, ishte më i dobët se Ginyu. Ama hyn aty ishte 2 fishi këtyne. Dhe ai Barter që ka pas ai, se si a di Barter, që i thotë unë tha jam më i shpejti në universi, tha. Edhe Goku ty majt të dy këta Jason. Paleggio. Po, se prekin fare, e thonë. Tak. Nga shkoj, thonë. Hello. Ja. Që imagjino, kupton thjesht ishte trajnuar në kapsul. Po. Kishte qenë ai. Po, u bë edhe aty pastaj është kjo ndeshje që masi marrun punë këto shpejt këto ka qenë 5 minuta, vjen Ginyu. Vjen Ginyu dhe i thot Ginyu që unë jam më i fortë këta ne dhe ishte i fortë, ishte 120.000, kupton kishte shumë gap me Vegeta. Po, detyroi Goku të arritë nivelin. Edhe Goku i tha je i fortë, i tha, po, bab Kaioken shkoi 180.000 direkt, dhe ka power levelin që veç e mat 120.000, 121, 122, 150, 160, bam i plas ajo, thot over 180,000. Over, se dha fikse sa ishte. Tek grusht aty e palos, e mashtroi Goku i mori trupin. Po, sepse ai biles plagos vetën, si i qumë me dorë këtu, plagos vetën, dhe se qa i boj tru Gokut aty në i moment, më duket i gjun... Jo, Goku e la, sepse tha ky marroi me këlla. Edhe uli atë defensin, edhe tha hajde që ky po vdes olla, se duket do t'i gjuj Gohanit me Krulinit. Ja, bulma bidashni. Tashëm shati digjet, bulma krijet. Edhe Goku tash i thot, ky vdiqë olla, gjunat mos më vra, unë e rraf, kat nuk po e luj më, edhe hutohet, a kupton, edhe ky path change. Se tha, po çfarë vrau vetë ky, s'po e kuptoj. Pastaj ka qenë epike, është momenti që Vegeta ndihmon për herë të parë Gokun. Ajo po, se hidhe dhe zhaba që bëhet exchange-i pasaj. Po, jo, thjesht skena që ky olla nga do të vrasë do të arriti në atë pikë që është kjo dashuria toksike që kanë këto të dy, që nga episodi i parë që piqen bashkë deri në ditën e sotme, por që zbut pak. Është kjo dashuria toksike që ore ti unë ty s'të du. Ta sqarojmë dashni vllazërore, jo kështu. Po na e ktheni edhe Goku me Vegeta. Domethënë unë ty kam i notë, të kam halë sy, po nuk rri dot pa ty, se duhet më shtysh ti dhe Vegeta nga ai momente tutje, ka qenë karakteri që e ka pranu në mënyrë indirekte që o vlla unë do ndjek më të fortin, do përpiqem të forcohem për ditë, do përpiqem ta kaloj për ditë dhe më i forti është Goku. Aty ka qenë momenti kur ndeshen me Ginyun, besoj unë. Po. Qofse ju keni një menim ndryshe, komentoni. Na e servirni. Aty ka qenë momenti që ky kthen olla. Kthem dhe bi dakord që Goku është më i fortë se ky është, a gënë pikë. Ka çaj bolla, se ai e shef çaj arrin ti bëj Freezës. Më duket sa i dëmtohet, më duket aty i thot për herë të parë, i thot Ginyu që ti s'ke pa në herë Super Saiyan, ja urdhë ku e ke për Gokun. Po. Ajo më duket ka qenë si skenë. Ma e mend sepse aty Goku nga që është dëmtu, normalisht ja kanë sakatu trupin, se duhet të rrifshin Ginyu, që të bëjë exchange-i, që e çojnë te zhaba. Puna është që Goku tash e çojnë tek kapsula te Frieza për t'i bërë recover, dhe atje kishte njëri që ta kishin hik gjithë kërkim sferave. Kishin kërkim bravo të sferave, dhe derisa të bëhet Goku Super Saiyan që do më fal, bëhet recover, kupton këta munohen me majt Frieza me muhabet. Po, se çano tash. I vran gjithë, as ngeli më njëri. Me zarbone, me mthet thashë, te ane, u detyru Frieza të shit vet. Shkon atje, edhe ishte momenti i parë që ti mendon që ore këta janë të fortë valla. Momenti i parë që ti shef Freezën që është mbi 500.000 power leveli, compressed. Në chill. Rrafit e zemrës 45, si në gjumë. Atë keqen. 500.000. Dhe janë gjithë shokt. A kupton? Vegetës tash, është kjo skena, domethënë këtu është ajo skena që Dendeni bëri vaj Vegetës dhe Vegeta shkon diku te 300.000.
E thot hajde se tash e ha frizën. Opa, friza bëhet me brin. Jo, ndeshën first form ta, e kupton? I degeneron friza, edhe kur e mendon thellë Goku se ka pas i herë frizën me këto forma tjera. Ja, ka pas direkt final form. Se edhe te superi pastaj kur shef Frostin thotë eco vlla, se është kjo forma jote, shkota e fundit. Se si ja kishte pas njënën prej këtyne. Ndeshën, që nuk mund ta kujtoj gjithë mirë tash çka ka ndodhur. Dhe është momenti që këta thrasin sferat. Po. Friza thret sferat. Jo, i thret Deni me detyron pra. Po Friza ishte aty zgjohet Vegeta, shef thërësirë, sulet atje, mendoj se Friza jo, nuk ka qenë, jo, e ngatron. Ka qenë atill. Gjatë kohës që kanë qenë te kapsula, Kruleni i thot Gohanit që hajde që të zgjojmë Dragoin, të shërojmë Gokun, të ringjallim Kamen dhe të ikim nga këtu ose të vrasim Frizën, diçka e tillë ka qenë. Situata dhe kundërshton Gohani, po jo se ky po na ndihmon, po pra. Kupton, e kishte flet me në Bobi. I kom aty unë, i kom të rujtme. Po se kishte pa hakerin e Rusë aty, Çerozin e Iranianin e vogël. Atë keqen. Dhe këta hikin bashkë me Dendën, e zgjojnë Dragoin. Dalin i cep kështu. Po, kupto aty te Myslimshyri djathas. Edhe ulen bashkë aty mbar, zgjojnë Dragoin, zgjohet Vegeta. Dhe tani vjen dhe Friza se e kupton. Po. E shikon nga larg, duke kërkuar sfera, shikon Dragoin, jo, shikon Dragoin se ishte gjigant. Shikon Dragoin dhe niset. Vegeta gjithashtu, këta i kishin shpreh dy dëshira. Dhe i thot Piccolo nga Afterworldi, te nga Kai, po më boni mu revive. Thot sepse unë, po ringjalla unë, ringjallet dhe Kami. Dhe paktën kemi sferat këtu. Backup që s'na vjen njëri për dy ditë. Dëshira e parë është të ringjallte Piccolon. Gafa. Dëshira e parë, ringjall Piccolon. I hiku Halo Piccolos. Dëshira e dytë. Transportoje Piccolon në Namek. Në Namek. Që why the fuck, bro? Që do bësh ti aty? Pastaj marrojnë dëshirat. Jo, nuk marrojnë dëshirat. Cila është e Maro koha perenis aty, aty obezit. I thot vllai hika unë. Edhe këto thanë se u shtrëngonte dëshira e tretë, tha, po mirë e thirrëm në Namek. Po ku? Në Namek, olla, ku? Piccolo Berat. Ndërkohë këto fushtu joni. Po. E me rastësi mbase, Piccolo gjen Nailin cop. Po. Edhe i thot merr me vete. I thot Naili, domethënë kjo ka qenë Piccolo mendon se ishte i fortë, derisa bëhet fuse me Nailin. Kur se kam kuptu këtë fusionin e këtu në valla, si ka mundësi që Naili mund të ishte konsiderueshëm i fortë? Namekian. Jo, ishte luftëtari më i fortë Namekian. Po them 50.000, 40.000 për të bërë qefin, se ishte aty me Vegetën, a kupton? Piccolo ishte shumë pak. Jo, ishte më shumë se Naili. Ishte më pak më. Ishte më shumë me Naili se ishte stërvit me mbretin Kai. Po pse më shumë se Goku boj? Po arriti më shumë sepse ai e kapi pari, majmuni Goku të deshën. I hale me kopër ta ka majmunin, na i thjesht e solli për bishti. Majmunin na vllai. Kena i punë sa glon për mua, po Gregori Sunis fare, se mori mundimin. Ngelën Jança dhe këta tjerët duke u marrë ashtu. Po, me këtë kujtohet fiks. Edhe kjo ishte domethënë si Po. Zbriti atje u bashku me Nailin dhe u bë super i fuqishëm. Mos i mbaj me power levelin, po në mos gabofsha unë. Piccolo ka arriti pari 1 milion në mos gabofsha. Edhe Piccolo kur ka ardhur te këta, se Friza pastaj mas i morën dëshirat, aty filloi argëtimi. Aty u kënaq fare. Friza ishte 550.000 komprest. E kupton? Fillojnë baba këto, vjen Piccolo. E kupton edhe pa që si bëhet dumë dhe i thot Friza duroi ertha se jam çik i shkurtër për këtë muhabet. Pap ishte forma e dytë e Frizës, si për mendimin tim është super, po kur them super se e para u rrit në trup. E dyta u bë mos savage, edhe e treta ishte shumë i fortë. Ishte 1.2 milion, gjë e tillë. Në 1 milion, 1.2 milion ishte power level i Frizës, ndeshet me Piccolon kokë për kokë. Nëse na lojmë mu këtu. Se këtu filloi emocioni. Se këtu më ke zonë, vllai. Dakor?
Tash do flasim për Erdhën bobat. Për Tomlin, kjo ka qenë edhe këta me këto armaturat e reja sa janë. Po, ja dha Friza. Ky Vegeta. Ky është modeli vjetër, i thot. Ky Kruli një herë, ky nuk e di domethënë se qa ka bo këtu, po besoj Krulini ka qenë iniciatori i çdo gjoje që është bërë. Erdhi sot e kësaj dite. Sakrificat e Krulinit kanë qenë ato që kanë shtyr përpara. Fiks pra? Se vdi që vëlla ishte iniciatori i Super Saiyanit. Po nëse do shkojmë. Ai ishte kryesori, ja këtu Friza e ndrysho lukun, Bobi, kalo State 2, këtu bëhet si King Frosty. Ja ti vet. Super transformim. Shoh, shtangën gjithë Allah se shkojnë 1 milion Vegeta, tha, shqyqyja rritej çik. Po, ja lale, se ke risk këtë muhabet. Lodrën Vegetës direkt. Ajde pra, dhe këtu të shik. Këtu e kap Krulinin kë dhe e bëk shqibap. Opa, këtu vje Eminemin s'fond. Super aura, super fuqit, domethënë ti prezantohesh valla deri me far pike ti ka arrit që janë të fortë o shok. Po kur të vje Friza dhe këto s'kan shanse, ja dhe ky tash që po më i fortë që ka po. Bona gabim që erdha këti, thotë. I gjen këta direkt, do të thënë se planeti ishte konsideruar shumë më i vogël krahasim me tokën. Po. Edhe ndeshja Piccolo Friza ishte, nuk e di, epike. Epike se ti thu për një moment, laj, okej, besoj sa transformime do ketë, se mendojsh në atë moment. E di për çam ka pëlqy kjo saga e Namekut në krahasim me deri çapo flasim deri këtu. Na ka mek fare. Ka pëlqy për faktin se dilte një i fort, vinte një nga këto karakteret e superonte. Dilte një tjetër i fort, vinte karakter tjetër. Përveç Krulinit. Ja, këto e boni shebab Krulin. Po pra, këtu është momenti kryesor. Edhe vinin me radhë, edhe vjen dhe Piccolo, domethënë Toriyama këtu vllai pa t'i dhënë hapësirë gjithëve. E kupton? Protagonistave i pa t'i dhënë hapësirë antagonistave, se boni dhe Vegetën e ktheu avash e ktheu në një karakter që o vlla që ka me ne. E kupton? Donte Vegeta u bë me ne. Ja, këtu është momenti që bashkohet me Nailin. Këtu bashkohet me Nailin edhe bëhet pastaj P9. Ashtu. Erdhi, u ndesh e myti, dele i transformimi 3. Super i shpif. Ai ishte i shpejti. Ai ishte, jo, ai lutej me rrezën, nëse ky ishte me grushta, ai ishte me rrezë. Veçorita e tij në krahasim me këtë, domethënë i dyti kishte forcën, i treti shkon 3 milion, domethënë çdo transformimi rrite nga 1 milion këtij. Por në ndryshim nga këto tjerët ishte më i shpejt, edhe kishte këto blastet, i kishte super të forta, e kupton? Po ishte transformim vetëm për blaste. Dhe pastaj arrite state në një fund. Pastaj tha Friza, prej të vllai herë tha se aty del Goku më duket. Në atë moment. Jo, nuk ka ardhur Goku akoma. Goku vjen fiks në momentin kur ky kalon nga i treti te i katri. Eksakt. Tu është ishe babi parë, te Final Form. Tu është Rodenden. Tu është Rodenden. Tu nxefet, kjo është e bukur. Kjo është transformimi, domethënë Berserkit Gohan. Pranoj të kam thonë që Gohani vlla është i qet, thjesht ja. Temperament nuk e di vllai si ta qushte. I frikshëm lale, vetëm i gjuh tash, bam. Gohani është literalisht 2.5 milion. E kupton, nga 40.000 që ishte kur i boni Awaken ai, thjesht ky momenti që erdhi këtu dhe gjithë ato ndeshje që pati kalu, shkoi 2.5 milion me Masenkon. Është e frikshme. Kjo momenti që bëhet e kuqe këtu thu, ti e shkatroj planetin. Po, është 2.5 milion këtu. Është mbi Frizën për momentin. Edhe detyron Frizën vlla që të shkojë në formën e tretë, Gohani, se tha, priti herë o shok se na hiku për durrë. Ishte shpërthimi i momentit dhe unë pranoj të them valla që Gohani është super egoist. Pse? Se çan ndodh? E kishte fuqinë, nuk e mbaroi dot valla, se po të vazhdonte Gohani me Piccolon bashkë kishin shkatruar Frizën. Po nuk ka si ti të egoist se ma hongër shpirtin në burse. Ndaloj o vlla. Shife, jo, nuk mund ta qush fikse egoist. Si çan ndodh? Gohani u bë power up. E kupton? Arriti një pikë që e kaloi Frizën. Edhe Vegeta ngeli shtang o vlla, sa po priti herë po ky. E kupton? Çan ndodhi? Piccolo ishte kok për kok me Frizën me këtë transformimin këtu. Ishte kok për kok me Frizën. Ishin të dy që mund ta kishin palos Frizën. Po ky pastaj me këto premet e bishtave ka fiksim jetë ky. Prej bishtit Zhapikut do të rrim drejt. Ja, na urdhon ndeshja këtu në këtu ishte kok për kok, shiko.
Po pra, po suppozimisht Piccolo këtu do ishte më i fortë se Gohani. Suppozimisht Piccolo base si mund ta mante fuqinë ishte më i fortë. Vlla e tha priti herë marrë kjo punë u transformu bam direkt e myt Piccolo, myt Gohanin, myt Freezën, vje Goku sapo ka transformu Freeza në final form që u bë një lule e bukur. Pra. Në për mendimin tim ajo e Freezës është transformimi final formi është sa savage, kur e shikon atëherë kupto ti del nga një me shumë kënde, me shumë rrokulla, me shumë gjona në super ilustrum, thjesht muskuj. Ja. Opa. Del thjesht e kuptoj Zogu. Super savage, e kuptoj, edhe të vjen ky dhe thjesht Goku që është aty më rena s'del dot s'është bërë recover akoma. E kuptoj dhe ky tash këtu Vegeta thotë unë jam Super Saiyan valla. Është thjesht arroganca. Por që kjo është arroganca. Kjo është arroganca. Ky ka arrogancën në shok, thotë unë tani kam aftësinë që ta mys Freezën, ndërkohë nuk takon fare se Freeza komprest këtu ishte 5 milion. Komprest as 10%. Sa që ke fiksu me këto valla power levels. Valla morëm të në informacion para për edukatë dhe këta pastaj do na korrigjojnë. Jo po 5.5. Jo, unë po them si ma mend, si ma mend shumë. Nuk i maj mend gjitha, po maj mend këto gjonat bazike. Edhe ja, shiko si rrije. Po si ha fare burr, kuptoj, e di shumë mirë. Kjo tani, kjo e Freezës është ajo ego që unë e di vlla që jam më i fortë se ty dhe thjesht bëj numra. Rafishat Freeza, keep blessed. Urdhë. Vjen Goku. Kalojmë te Goku se ma humbë shpirti. Ajo betejë legjendare që Goku vlla mendon që ishte konsiderueshëm i fortë, se të shkonte kok me Freezën, dhe thjesht zbuloi që Freeza ishte një 10 herë më i fortë se ky. Kaioken, nuk përpoj që kishtë ato të vetat, hiq. Boni Spirit Bombi se s'kishtë shpëtim, tha me këtë, edhe aty ka qenë momenti parë, që ne shofim Spirit Bomb, tamam me të dyja durë, që mbledh fuqi nga gjithë universi. Po, jo, nga gjithë Nameku. Nameku dhe universi, se e zmadhojnë. Po më duket shkon deri në tokë. Në tokë, si thotë mbretit Kai që më lidh me tokën, dhe më thënë vera me molla si në linjë. Po, edhe direkte. Ju flet Tirana. Ashtu, ju flet Tirana. Edhe bëhet Spirit Bombi, gjigant. Sa cërriku. Edhe jalço Bombi. Ma shpjego pak tash alla, se King Kai i tha që Spirit Bombi çdo shpirt të mbushur me negativitet, me evil, se s'ke si me të keqe, Spirit Bombi e shkatron. A kupton? Jalçoj Freezës valla. Po pra edhe unë jam çudi gjithmonë si nuk vdish o vlla. Gjithë për një moment mendu se hiku battle level, ju zhduk fuqia për një moment, gjithë mendun ishte ajo skena që Piccolo shikon Goku shikon Piccolo, Gohani shef të dy, Krillin shef asnjë, edhe lumturohen, marroi. Ka që ishte. Pastaj hop. How the fuck. Është ajo skena që Freeza delte ai shkomi kavajës. Ja, ishte aty që parë. Aja këtë e degeneron këtu. Është skena që ai delte shkomi kavajës me atë pozën. Ajo ka qenë epike për të bërë boost. Savage, tamam për të bërë boost. Dhe këto thjesht shtangen. Edhe aty është momenti që ky bëhet Super Saiyan zemra se degeneron Piccolon direkt. E kap Krillin kështu, jo Piccolo fillon Piccolo, e kap Krillin kështu, tap, bam, ai ishte tapini që Goku kthehet Super Saiyan. Goku bëhet Goku që ne njohim. 5 minuta, ti kishe vetëm Goku që shtrëngonte dhomët edhe Namekun që po ngrehesh në ajër gjithë, graviteti po ndryshonte lale, nga ngjeshun tokë në ngriu në ajër, e kupto? Ishte peak action, duhet ta kishim thua atje para, po nejse pak rëndësi ka. S'ka problem, njerëzit e dinë tash se çfarë bëjmë. Peak action, Goku transformohet. Vlla, transformimi për herë të parë i mushi. Po. Freeza nuk kishte esencin për të nuhat nivelin e fuqisë, ama vetëm nga fytyra që shifte nga Goku, Freeza u shtang. Tha ç'mu desh mu me vra Krillin. Gabova. Më mirë kisha vra Gohanin. Se s'kishe për të nxef kaq shumë për zotin. Aty Goku, domethënë komplet ndryshim karakteri, bëhet super savage. Ja, shiko Bardagon këtu pra. Kur i kujtohet kjo skena. Tu shikon Bardak. Ku e kam pak atë skenja, këtu filloi hy Freezës frika për herë parë, kur ka kontaktin e parë me Gokun, thotë erdhi të çmenmi tjetër. Erdhën budallën si familje ka. Ja, shive skena që del pa rroba.
që i grisën që thash. Degradohet tu fare. Pra. Edhe ku Goku transformohet, ndryshon komplet karakter. Është shumë i përafërt me atë Super Saiyan 4. Patjetër, po shikoj të them diçka. Domethënë Frieza kishte dinin që Super Saiyan ekzistonte. Po. Pse? Kishte dhe nga e kishte marrë vesh të. Nuk e kishte marrë vesh as nga Birusi, pra që janë këto teoritë që dolin më vonë, po. Po, por i erdhi email nga vlla i vet që kishte pa Bardak, që ishte bo Super Saiyan. Njofto Friezën. Kur i jepet kjo? Kjo është tek një film, është një moment, nuk e di se kur, po më duket se është me grafikën e vjetër akoma, nuk është me këtë të re, që i thot njoftoni Friezën, që është dikush shumë i fortë, ai një Super Saiyan diçka e tillë. Prandaj unë them vëlla dhe sot e kësaj dite që është Bardak Super Saiyan i parë. Unë skenë më epike, para se shkonte Super Saiyani. Momenti që Vegeta vdes. Po vllai, ky çan këtu. I sekond se kjo duhet drejtu. Vegeta çan. Është ndër mesazhet më të forta, sepse Vegeta literalisht e kuptoi vlla që Vegeta dhe Goku do kenë super kimi. E kupton? I thot Akmerru për mua. I thot Gokut, unë nuk jam i keq o vlla. Unë nuk jam i keq, po ky detyroi që unë të bëhem ky që jam sot. E kupton? Kjo ka qenë moment për qa, se Vegeta vdes se e vret ky. Po, i jepi tek shu zhiv. I jepi gjugjet funit. Edhe Frieza i jep ko Goku ta varrosi. Do me thënë që kur e menon thellë, edhe Frieza nuk është aq i keq. Jo më jo, se thjesht po tallte me nerën. Jo, po i la komër vlla, e respektoi kundërshtarin, se do po ti je pure evil, ti je savage o vlla, i vret të dy bam marrë punë e ne i varros të dy me duart e veta. A kupton? Se Frieza ka pasur telekinesis, nuk ka nevojë me bëj. Direkte. Por që skena këtu që çan Vegeta. Kjo është skena parë dhe funi që çan Vegeta. Jo, është dhe tek Buja. Tek Buja që është që tringëllon loti. Po këtu qa për të parë. Këtu vlla e pranon që është i dobët dhe e pranon që gjithë këtë gjën që boni deri më sot nuk ka pas me të keqe, po thjesht donte të merrte hak te Frieza, edhe e pranon që Vegeta është i mirë. Në vërtet. Literalisht. E varrosi, bravo Krulinin, shkojmë diku ishte Super Saiyan. Beteja më e gjatë në historinë e animeve. Nuk e di se sa episode vlla, po thonë që është 6 orë. Por thjesht transformimi i Gokut dhe mund ka pëlqyer super i gjatë e bukur që është transformimi që ai nuk është bam direkte, pra ka ai pulsimi i verdhi zi derisa ai jep kështu i bëhet syni i bardh fare, i ikën bebia komplet. Është transformimi i cilësum me shkencë, më thënë me studimin e këtyre që merren me këto, më i bukur në historinë e animeve. Po, kjo është pak për të dhjefsha, qa është Ultra Instinctra e këto tjerat. Shiko, është hera parë që ti shef diçka dhe Toriyama tha që në momentin që unë valla bona Goku Super Saiyan, mbaroi kjo saga e zhduku Goku me stil ta myllsha aty. Po. Po s'mëlane. Ja lali u pëlqy shumë zot, nuk myllet ai atë. Nuk mund ta myllë dot këtu. Sepse do merrte Gohani pra prioritetin. Supozohej. Supozohet se dhe Vegeta Vegeta në ringjallën dhe i kthen gjithë. Do të thënë, hecim shpejt, u bë Super Saiyan, u rrafën, shkun 150 milion, 200 milion të dytë u rrit avash avash, shkun full power. Planetin ndërkohë ky e kishte vend shkatrim. Po. Frieza bën atë lëvizjen e vet klasike, vlla, kemi edhe 5 minuta që zgjati 20 episode. Po. Edhe për 5 minuta këto vlla, Frieza u bë baft dhe ai ka qenë momenti për mendimin tim që Frieza shkoi 100% nivelet. 100% ishte kështu, pastaj u bë baft që e çoi 120. Jo, 100% ishte. Ky ishte këtu e thot ky është 50% që i fuqisë time. Po, formës finale. Pastaj e çon 100, edhe 100 është ajo që është. Po pra, Frieza literalisht vrau veten. E vrau Friezën valla, ja fali jetën, e kupton? Ja fali jetën, edhe Frieza prap tregoi që nuk e pranonte. Nuk është i keq, është nga këta njerëzit që nuk e pranojnë humbjen valla. Momenti që ti humb, shko servitu, hajde prap. Ja fali jetën dhe ja boni vetes, pastaj dhe ajo Kamehameha që ka qenë me tek dorë aty. Perl. I çoi gjithë në ajër. Nuk e di lale. U thirr dragoi prap, ikën gjithë në tokë,
I thiri, se kush i thiri këti nga toka. Erdhi ai, erdhi dragoi në tokë, pastaj sollën porungën prap, porunga aty pastaj. Jo, ka qenë nga toka. Jo, shi ç'a bën. Duke qenë se ju dojsh një dëshirë këtu se vdiq i moshuari. Po. Ata përdorën sferën e dragojt në tokë, që kami i përmirësoi më duket. Po. Pra i bëni me 2 dëshira, mos gabofsha, dhe e bërit atillë që ringjall gjithë namekianët, tha, që vrau Friza. Po. Më duket. Gjithë që u vranë aty në luftë. Dhe ndodhi gabim që ai vdiq nga mosha. Po. Jo, shiko, ai para se të vdiste, gjallë namekianin e moshuar. Ai para se të vdiste, jo, ai la këtë tjetrin, por që në momentin që ky u ringjall, u kthyn prapë te dëshira e fundit. Eksakt pra. Dëshira e fundit i tha, çojeni vllan tok gjithta, risku vegjitës shkojnë tok. Po pra. Iku ndeshja më epike, se do dalin të ca what ifs, se këto mund të diskutojmë shumica njerëzve. Se arritëm limitet kohës. E kena kalu. Maroi, e vrau Frizën, hiku, u zhdu Goku, i dha energji, iku drejtim, i dha energji se pranoi vlla, e vrau e shfarosi, pastaj Friza nuk u shkatrun ngellin hapësirë, pak rëndësi ka, këto janë diskutime që bëhet mbrapa te episodi radhës. Te episodi radhës. Ashtu. Edhe ç'a ndodhi? Goku iku drejtim pa ditur, asnjëri se dinte që ishte gjallë këtej ane. Ç'a pëlqen mua te kjo pjesa është që Friza vlla shkon stërvitet në hapësirë, edhe shikon një vegim të një Super Saiyani tjetër. E di cila është teoria? Broly. Kur ishte në hapësirë. Vërtet? Po. Broly ishte dërguar në hapësirë shumë kohë përpara. Po kur ishte, po të shikosh filmin, zemra, te një pjesë, Broly të vjetër, kjo reja, te një pjesë, nëse shikon, Broly ishte në hapësirë kur shkatron këtë planetet. Po. E kupton, dhe Vegeta shikon Super Saiyan në hapësirë, që jep si vegim. E vërtet është, po, mund të bëj sens. Mund të bëj sens, sepse teknikisht, për ta thënë për gjithë të, ta keni qartë, nuk është Goku Super Saiyan i legjendës. Jo, Goku është thjesht Super Saiyan. Është thjesht i pari që është prezantu. Ai që i trembeshin gjithë i legjendës është Broly. Ai është Super Saiyan i pastër. E di se si më duket më kjo, si cikël vlla. Po. Që këto mund të kenë qenë Super Saiyan para, thjesht janë zhduk. Patjetër, po prap, Super Saiyan i legjendës për mua është Broly. Siç janë zhduk edhe tashi që kanë ngel vetëm 4-5 ara. Po, tash po shumohen. Po shtohen hibrid. Imagjino tash në një cep tjetër të universit, të dali dikush tjetër, ta shtoj racën pas 100 vitesh dhe nuk e din fare që ekziston termi Super Saiyan, se s'kan pas Gokun as Vegetën, po e din që legjenda është. Po më e ketë turnamenti, ky çuni që është i planetit Sadala. Harrova jam. Ky asus nuk kujtohet, ka i kështu çuditshëm. Që nuk di që ekziston statement i Super Saiyan. Se kishin iden. Eksakt, pra. Kalifa me Kelin, se dinin fare. Ai shiko, për mendimin tim, do hym asaj pjese, për mua më duket shumë kot ajo si u transformoi. Ai thjesht e kanë bërë kështu kot pa lidhje. Thjesht për efekt. Ishte shumë downgrade ajo me Saiyan e femra, kot pa lidhje. Amon. Maroi kjo le, një ndër sagat më të bukura që për mua është më e bukur. Ha debat. Përveç GT-s, për mua personalisht është më e bukur. Edhe buja shumë e bukur është. O vlla, të gjitha janë të bukura. Nëse, edhe super i arku i Blackut është shumë i bukur, është master. S'jam shumë fans, po nëse. Ha debat. Pra, ha debat në çfarë mendoni ju se është saga më e bukur e Dragon Ballit? Po patim mbijetun e njëdër tash. Jo, do mbijetojmë ku do shkojnë. Që të marrojnë për ne, mërsa do që na shahen sa kështu, po marrojnë. E çaj thashë, ta bëjmë kështu tash fshat që fare. Se unë marroj për këta komente që në rrjetet sociale, e diti vdes fare. Edhe që të komentu njoni, si jam e me në emrin, as nuk është e vras me një fort, se i dum shumë gjithë edhe pozitive dhe negativet, ma bet Goku kishte thonë. A kupto? Edhe e këthen tjetri, ku digjon që kishte thonë që qarë dulle ma beti që të flasës vla ti prap negativ dhe bojë. I dhash leni vla, se këto që bëjnë sikur se dun, a kupto? Ta janë më fanatik, të vrasin për të shash Gokun. Për zotin lele. Gjithë e kanë pa mërë bërë. A, që po këtë bëjnë, bërë. Këtë bëjnë. Qëllimi jonë është që ju të merrni mesazhet nga këto, se edhe unë kur i kam pa fëmijë se dia valla. Po me të gjithë kena bërtit e ullërit se budallën. Ama sot ti merr një mesazh valla që dhe më negativi si Friza që nuk e shkatroi Spirit Bombi, ka diçka pozitive në shpirtin e vet. Eksakt. Për mendimin tim Friza pavarësisht se është villain, prap ka ato të mirat e veta, mund të ketë një arsye shumë të madhe që është detyruar. E di se është kjo puna valla,
po ta marr rast banal. Ti kur Friza do të rru nga birë, se mos harro këtë fakt. At some point, domethënë kur ti je në punë, je pronari i një pune dhe ke një 500 punëtorë, supozojmë. Po. E kupton? Ti nuk mund të jesh do t'i mirë gjithkohë, se ta bëjmë punën gore. A kupton, të morin para, domethënë ti duhet të jesh patjetër i keq, që të kenë çik frikë që ta bëjmë punën valla se çdo punëtor thotë, "A mos e ky merr lekë." Është e njëjta logjikë dhe Toriyama ka thonë që unë Frizën e kam ndërtuar si karakter në bazë të një shefi negativ që unë kam pas. O zot, imagjinoje. Ai mund të ketë shumë robi mirë më për ti thjesht ja ka kërkuar punë që të jetë negativ. Tash në Japoni e teprojnë çik. E vërtet. I abuzojnë me njerëzit, por që ideja e Frizës kjo është, edhe si karakter kështu është ndërtuar. Shefi i keq. Tamam. Dhe i bën shumë match me logjikën. Kena i teoriti, domethënë ose ne kështu what if për shembull. Se unë mendoj çfarë do kishte ndodh nëse Goku do ishte bërë kur Super Saiyan. Nëse do ishte bërë Super Saiyan, shumë e thjeshtë do ta kishte rraf Friza, do ishte bë stage 2. Ta kishte shkatruar te Spirit Bombi, si ishte bë kur Super Saiyan, e kupton? Marroi aty ku mendon se marroi, mund kishte marruar me gjithmonë. Po prap do vazhdonte historia një lloj, pra Friza u vra. Një lloj siç u vra pas Super Saiyanit. Çdo kishte më të njëjtën bukuri. Patjetër, po do të jep të Super Saiyanin tek Cell Saga. Kështu që po s'do ishte Gohani protagonist pastaj. Po pra, kupton. E kupton sa ose ndoshta mund të kishin bë Gohanin Super Saiyan, pra nuk do të kishin fut Gokun, por do të kishin bë Gohanin. Pra mund ndodhte edhe kjo gjë. Biles për mua, sugjerimi im do ishte për Thorin e ndjer, që në rast se vërtet do kishte menduar që ta bënte ai shumë, do donte ai shumë ta bënte Gohanin kryesorin, duhet ja kishte lënë Gohanit Super Saiyanin. Jo Gokut. Po. Po ju si mendoni? Për mua duhet ja kishte lënë. Qen kjo rrjedh logjike. Nëse do duash të bësh ka i problem tjetër, se kur vjen Friza në tokë, vjen Trunks nga ardhmja Super Saiyan. Çfarë lidhje ka? Prap sensi do bëj, se ata ishin bë Super Saiyan, edhe Gohani ishte bë Super Saiyan. Ka brum Super Saiyan i Gohani. Imagjino sa legjendare do ishte, ti se transformu Gohani te cellë Super Saiyan. Transformu Gohani Super Saiyan. Po pra, u bë dysh, po ti transformu. Ai është shqiptari dysh. A kupton? Aty mund të myllej, do të thënë, shikoj, dikush kur mendon thellë, ti çon të gjithë thjesht Super Saiyan. E kuptoj që gjithë ta qëllim të kishin jo të shkonte 2-3, e kuptoj sa bukur do ishte, nëse do ishin veç qëllimi ishte të kapim Gohanin dhe Z-ja kishte marrë gjithë me Super Saiyan. Eksakt. Fusionin Super Saiyan që bëj multiplied fuqia, finito, do ishte super scan. Eksakt pra. E kuptoj, do ishte teoritë e mjeshtrit të roshi që më the herën e kaluar. Po, teoria e mjeshtrit të roshi. Se do i bëjmë ca pjesë katë shkoj orë gjysmë nuk është shef. Po. Mjeshtri roshi, vlla, përflitet se ka një mallkim mbi supe. Dhe mjeshtri roshi ka rrojt diku për 300 apo 400 vjet. 400 ca vite. Po. Dhe çdo student i tij, kur arrin një kohë të caktuar, gjithmonë vdes. Dhe bën match me vdekjen e Gokut që smuret nga zemra out of nowhere. Dhe një teori thotë që pra si do ishte what if, në sensin që mjeshtri roshi jep dorëheqje nga kjo gjëja, nga ky mallkimi, do që të vrasi veten, por mallkimi nuk e lejon të vrasi dot veten dhe i kërkon Gokut që ta vrasi. Në mënyrë që mos të vdesi më as Goku, as çdo student tjetër që mund të ketë. Dhe ky mallkimi bëhet fjalë kur ky ka qenë student i një demoni diçka e tillë. Se edhe këtë pjesën e zhabave tregoi diçka që si tipi me Naruton. Kupton? Pra tregoheshin dy anët, e keqja dhe e mira. Prandaj ky u bë eremiti i zhabave. Breshkave që ishte. Po. E njëjta gjë. Dhe mallkimi këtë e ndiqte brez pas brezi dhe këtij kishin vdekur shumë studentë të tjerë përpara. Prandaj Roshi nuk merrte student. Po. Kjo ishte teoria që për vdekjen e Gokut, për vdekjen e Krulinit, për vdekjen e Yamchas, se këta u stërvitën nga mjeshtri roshi në fillim. Chatsu etj. Jo, Chatsu me Tien Shinhanin, jo. U stërvitën. U stërvitën një periudhë, u stërvitën me mjeshtri roshin. Po mbrapa shumë vonë. Po pra. Dhe të gjithë ta kanë vdekur herë vlla. Tani, se po mendoja një what if tjetër. Më thuaj.
se këto shpërthimet, se Goku I ka pas, po këto shpërthimet I ka pas më të forta Gohani, edhe gjatë gjithë Namekut ka pas shumë më shumë. Imagjino pak skenën që qis defterin. Po, që defterin ti tash. Skenën Frieza vret Gokun, se Goku erdhi me idenë që do e vrasi Friezën, Frieza vret Gokun dhe të bëj Gohani Super Saiyan I parë. Po pra këtë po të them. Po këtë po them. Imagjino, si është ai impulsi I momentit që pati kur që Frieza second form, imagjino ta bonte prap bëj Super Saiyan. Eksakt. Domethënë, për mua është diçka edhe e pa kuptim, po ta marr nga ana analitike. Që do të thotë, pse ti vlla si autor, pra duke qenë se do t'i japësh primot Gohanit në të ardhmen, pse shkon e bën Goku Super Saiyan vlla? Dhe pse se vdiq Krulini, shoku ngushtë? Ndërkohë ka mesazh. Ti ja masakruan çunin. Ta ndryshoje pak. Po pra, atëherë pse se bëti jo vlla vrit Gokun? Dhe Gohani bëhet Super Saiyan, siç po thotë ti. Shumë e thjeshtë. Pra ti aty do ishe komplet unexpected, sepse ti vdes Vegeta qan dhe kërkon falje. Kupton? Vjen Goku e mytja lëro binorët fare e thyn mes. Vdes Goku. Ja ke prezantuar valla si shpërthim Gohani. Po, bravo. Ja ke prezantuar që ky valla nga 200 shkon 2 milion veç me një shpërthim. Imagjino ta kishte bërë Super Saiyan sa bukur do të ishte sken. Sepse ti kupton, bën Goku, ju Dragon Ballit, ta themi anglisht shqip si doni, po e patri, bëjeni remake, bëjeni kështu se do ketë super fansa. Për zotin. Dëgjoj pak valla. Ty të bëhet domethënë një gabim tjetër I Toriyamës, për mua shumë thelbësor. Ty të vritet Krulini dhe bëhet Goku Super Saiyan. Po. Piccolo ja masakruan. Po. Si drejtë nuk u bë Gohani Super Saiyan. Dhe teknikisht Piccolo vdiq aty, kupton? Këto kanë krijuar teknikisht gati, ja. Po, Piccolo ishte gati. Momenti më I famshëm. Ja. U vet sakrifiku. Po pra, tash Gohani vllai, jo Super Saiyan, po. Do ta çante planetin trash. E di çfarë mendoj unë? Mendoj që gjithë këta autorët kanë si synim që të rrisin vetëm këto personazhe kryesorë. Najherë duhet kuptuar që personazhet kryesore, po kanë atë famën e vet, po të shkosh ti pyesësh gjithë to fansat e animeve, unë ti shumë të tjerë që po na shohin, shumë të tjerë që se dinë që ne ekzistojmë, po janë fansat e animeve. Valla, ti personazhin kryesor e merr dhe e le aty. E kupton? E di që it's your favorite. Është I gjithë por siç është patjetër. Ne gjithë e duam Gokun, po ti thua valla unë marroj për Vegetën për 1-2-3 arsye. Siç unë marroj për Gohanin valla për 1-2-3 arsye. E kupton? Siç një tjetër marron për Piccolon që është I tretë I katërti në radhë për 1-2-3 arsye. Piccolo nga I keq u kthy në dikush që sakrifikonte jetën në burr për këtë. Për jo një herë, për herë, çdo ark Piccolo ka sakrifikuar jetën për këtë. Te Namek Saga, te Saiyan Saga, te Buu Saga, everywhere. Te Buu Saga, te kur erdhi Frieza valla prapë te Super I doli shpëtoi Gohanin prapë se Gohani I mef, të kuptoj, ishte boss I çun lagje. Pra ne po them pra, që pra ne kundërshtoj edhe ty. Po. Që GT-ja tha mos hajde më për mua vlla se unë deri këtu e kishte. E kupton ti do këtë personazhin e dytë valla. Ja, pulsimi. Ky ka qenë Ja, me këtë e mbyllim tash. Është epike dhe. Po, kjo është epike. Ja, ajo shtanga edhe kjo sken. Animimi 86-s. Po thash ç'a kualiteti I verdhës. Animimi 86-s. Flaka. Është bë shumë zemra me fletë, shumë Po. A kupton? Edhe këto sot në vinë flasin mu për anime që janë si tha boj tek Piccolo. Kratos pra, nivel Kratos I aty. Arroganca Ultra Pro Max. Që ka vrar Piccolo dhe ka bë Gohanin chill fare. U bë Super Saiyan shpëtu. Po, gjaxhi vdiq aty. Nuk bën meç më bu. Nuk bën meç se ty. Nëse okay sa ai e ka me pafajsinë e fëmijës aty po prapë. Po pafajsinë e fëmijës, po ty imagjino pak sa herë ta rrafi Piccolo, nuk ta vdiq, ta rrafi Piccolo dhe ti shpërtheve dhe e bën e Friezën cop. Eksakt. E kuptoj tani ty të vdiq, po kaq që kisha lali te gërvishme. Çao zoti. Ka bë gabime Toriyama, nëse dim se nuk e dim asnjëherë ç'a mendon autori. Se u lingjujn direkte. Po, këtu Le mos fal se e di ç'a do thosh.
ka bë gabime të reja më sa dush. A është super kështu si është to? A do ishte më mirë? Patjetër. Për mua sa dush mund të kishte përmirësim. To ndryshimet e vogla, po mendoj edhe këtë që një ndër arsyet pse se ka bë Gohani Super Saiyan është pikuria, se Gohani kishte një shpërthim momenti dhe maronte.